Prej disa ditësh kanë nisur punimet për rikonstruksionin e pjesës fundore të shëtitores Taulantia, atë afër Sfinksit. Mjetet e rënda dhe punëtorët e firmës zbatuese të projektit po çmontojnë bankinën e Drujnë Buzdetit, si dhe po kryejnë të gjitha ndërhyrjet e tjera të nevojshme për t'i hapur rrugë zbatimit të projektit të Studios Spanjole, të themeluar nga Ricardo Bofill. Projekti financuar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka vlerën rreth 3.6 milion euro. Në ndërhyrjen që do të financohet nga Persh, planifikohet ndër të tjera ndërtimi një dallthyesi dhe zëvendësimi i bankinës së Drujt me pergolate betoni me lartësi mbi 2 metra. Rikonstruksionit të shëtitoris Taulantia i ka dedikuar një postim mëngjesin e sotëm dhe kryeministri Rama, i cili shkrua në rrjetet sociale. Mirëmëngjes, dhe me këtë projekt të bukur të Bashkisë së Durrësit, konceptuar nga studio e famshme spanjolle e themeluar nga legjendari Ricardo Bofill, që do ta transformojë këtë pjesë të shëtitores Buzëdetit në një hapësirë urbane shumë më tërheqëse, duke kontribuar në rritjen e cilësisë së ofertës turistike të portës së Adriatikut. Ju uroj një javë të mbarë. Kjo është ndërhyrja e tretë në shëtitoren Taulantia në harkun kohor të 5 viteve të fundit. Bumi turistik që Durrësi ka regjistruar vitet e fundit i kanë nxitur autoritetet të hartojnë projekte për ta kthyer qytetin bregdetar në një destinacion gjithvjetor turistik.